Ajo u zgjua në Arkivol. Historia që tronditi botën. A ke menduar ndonjëherë çfarë ndodh pasi të shpallin të vdekur? A është e mundur të zgjohesh në Arkivol? Kjo histori reale nga Peru do të lërë pa fjalë. Në prill të vitit 2022, një grua e re e quajtur Rosa Isabel Cespedes Callaca përjetoi diçka që duket si e pamundur. Diçka që do të trondiste jo vetëm familjen e saj, por gjithë botën. Gjithçka nisi me një udhëtim rutinë me makinë. Rosa po udhëtonte me bashkëshortin dhe 2 fëmijët e tyre, kur ndodhi një aksident i rënd rrugor. Përplasja ishte aq e fuqishme, sa bashkëshorti i saj humbi jetën në vend, dhe Rosa u shpall pa shenja jete. Fëmijët mbijetuan me plagë, por gjallë. Në atë moment tragjik, mjekët e deklaruan Rosën të vdekur. Familjarët, të shokuar, pranuan realitetin e dhimbshëm. Trupi i saj u dërgua në morg. Pas përgatitjeve tradicionale, ajo u vendos në Arkivol, dhe ceremonia e varrimit nisi si çdo funeral tjetër. Por askush nuk e dinte çfarë po ndodhte vërtet. Teksa të afërmit ishin mbledhur për ta përcjellë Rosën për në banesën e fundit, ndodhi diçka e pabesueshme. Nga brenda Arkivolit u dëgjuan trokitje. Në fillim, askush nuk mund ta besonte atë që po ndodhte. Të afërmit filluan të bërtisnin. Disa menduan se ishte një iluzion i shkaktuar nga tronditja emocionale. Por trokitjet vazhdonin, dhe dikush dëgjoi zërin e Rosës që thëriste për ndihmë. Kur hapën kapakun, Rosa ishte me sy hapur, e dridhur dhe me shenja të qarta jete. Ajo nuk ishte e vdekur, ajo ishte gjallë, por si ishte e mundur. Menjëherë u thirr një ambulancë dhe Rosa u transportua në spital. Mjekët ishin të habitur dhe të shqetësuar. Ajo kishte pulsin e dobët dhe mezi fliste, por ishte në gjendje të komunikonte. Fatkeqësisht, vetëm disa orë më vonë, ajo ndëroi jetë për herë të dytë, këtë herë përfundimisht. Trupi i saj, që kishte luftuar për jetë, nuk e përballoi dot traumën e aksidentit dhe kohën në Arkivol. Historia e Rosës shpërtheu në lajmet lokale dhe më pas në të gjitha mediat ndërkombëtare. Një mori pyetje shumë ngritën. Si mund të jetë shpallur dikush i vdekur kur ishte ende gjallë? A ishte gabim njerëzor apo mungesë pajisjesh? A mund të kishte jetuar Rosa po të ishte trajtuar menjëherë? Familjarët kërkuan hetim të plotë. Mjekët dhe autoritetet spitalore u përballën me akuza dhe presion publik. Kjo histori vuri në dyshim sistemin mjekësor në shumë vende të botës dhe riktheu frikën që dikur konsiderohej mit, frikën e varrosjes së gjallë. Rasti i Rosës nuk është vetëm një histori tronditëse, por edhe një thirrje për kujdes. Na mëson se jeta është aq e brisht, sa një gabim i vogël mund të kushtoj gjithçka. Na kujton të mos marrim asgjë si të garantuar, as jetën, as vdekjen. Ka njerëz që thonë se ajo histori ishte një mrekulli e humbur. Të tjerë thonë se ishte një mesazh për të gjithë ne, për të vlerësuar jetën sa ende e kemi.